Fshati Korite edhe këtë vit u zhndërua një piktakim të bashkëvendasve nga të gjitha troje dhe diaspora, përmes manifestimit tradicional Korita Feston, të organizuar nga shoqata Korita Thëret. Aktiviteti, i cili tashmë është zhndëruar në një traditë të përvitshme, synon të forcojë lidhjet mes koritasve, të ruajë identitetin kulturor dhe të kultivojë trashëgiminë historike kulturore të kësaj treve. Manifestimi solli një program të pasur me elemente të folklorit burimor, këngëvallë tradicionale, lojra popullore, si dhe prezantimin e projekteve që shoqata ka realizuar gjatë vitit në shërbim të komunitetit. Pika qendrore e organizimit të si vjetëm ishte zbulimi i pllakës përkujtimore me emrat e 19 banorëve të Koritës, të vrarë dhe të zhdukur gjatë viteve 1944-1946. Me këtë akt simbolik, organizatorët synojnë të ruajnë kujtesën historike dhe të nderojnë sakrificën e atyre që humbën jetën në një nga periudhat më të vështira të historisë së vendit. Në ceremoninë e zbulimit të pllakës përkujtimore, në emër të shoqatës Korita Thëret, Bejtullah Nuhiu theksoi se ngritja e këtij memoriali përfaqëson një detyrim moral ndaj historisë dhe brezave të ardhshëm, duke vlerësuar se kujtesa kolektive është pjesë e pandashme e identitetit të një populli. Sot është një ditë e veçantë për Koritën tonë. Sot, pas 81 vitesh, ne po përmbushim një detyrim moral ndaj historisë sonë. Ndoshta kjo pllakë përkujtimore duhet të ishte vendosur shumë më herët, por kujtesa nuk njeh afate. Edhe pas 8 dekadash, ne kemi detyrimin të nderojmë ata që humbën jetën dhe të përcjellim të vërtetën brezave që vinë. Jemi mbledhur këtu, jo vetëm për të shpalosur një pllakë përkujtimore, por për të kryer një obligim moral ndaj historisë sonë dhe ndaj atyre që nuk patën mundësinë ta tregojnë vetë historinë e tyre. Në emër të shoqatës Korita Thëret, ju falenderoj sinqerisht që me praninë tuaj i jepni peshë dhe dinjitet këtij momenti. Kjo pllakë përkujtimore nuk është një dëshmi se kujtesa nuk shuhet. Ajo është një shenjë respekti për bijtë e Koritës dhe të treve sonë, të cilët humbën jetën në vitet e vështira 1944-1946. Sot përulemi me respekt para kujtimit të Beshir Latif Imerit, Hysni Alaman Beqiri, Nezir Hasip Shahini, Shaban Skender Mustiu, Çerkes Shefi Yusufi, Kamber Gjabir Gjabiri, Nuhi Fidan Nuhiu, Kasam Sul Selimi, Shefki Isa Selami, Zekir Sinan Ziberi, Hasan Said Ziberi, Lazim Liman Nuhiu, Ibrahim Yusuf Ahmeti, Ahmet Ibrahim Ahmeti, Nazmi Ahmet Ahmeti, Yahi Haidar Nuhiu, Zylfi Liman Arifi, Emin Murat Emini dhe Gjem Idris Dehari. Çdo emër i gdhendur këtu nuk përfaqëson një njeri, këtu përfaqëson një njeri, një familje dhe një jetë të ndërprerë. Pas secilit emër fshihet një histori, një dhimbje dhe një amanet që të mos harrojmë kurrë. Ne nuk jemi mbledhur për të gjykuar të kaluarën, por për të kujtuar atë me dinjitet. Kujtesa historike nuk është hakmarrje, ajo është përgjegjësi. Një popull që i harron viktimat e veta rrezikon të humbas një pjesë të identitetit të tij. Prandaj, shoqata Korita Thëret e konsideroi detyrim moral ngritjen e kësaj pllake përkujtimore, që emrat e këtyre burrave të mbeten të skalitur, jo vetëm në gur, por edhe në ndërgjegjen dhe zemrat e brezave që do vinë. Sot përulemi me respekt para kujtimit të tyre dhe ndaj dhimbjes së familjeve që për dekada e ruajtën këtë kujtim. Le të jetë kjo pllakë një vend ku çdo brez do të ndalet për të reflektuar, për të mësuar dhe për të kuptuar se liria, dinjiteti dhe paqja kanë pasur gjithmonë një çmim. Dëshiroj të falenderoj të gjithë ata që kontribuan në realizimin e këtij projekti, antarët e shoqatës Korita Thëret, donatorët, veprimtarët dhe çdo njeri që besoi se kujtesa duhet të ruhet. Në emër të familjarëve të viktimave, të pranishmëve ju drejtua dhe ish reis ulema i maqenisë së Veriut, Hafiz Arif Emini, me prejardhje nga Korita.
Ai kujtoi vuajtjet e shqiptarëve gjatë periudhës së pastuftës, duke theksuar rëndësinë e zbardhjes së vërtetës historike dhe të nderimit të atyre që sipas tij sakrifikuan jetën për liri dhe dinjitet. Duhet të jemi të vetëdijshëm se popullata jonë nga e kaluara ka përjetuar shtypje dhe tortura nga më të ndryshmet. Armiqtë tanë kanë përdorur gjithçka që ju ka ardhur përdore vetëm e vetëm të na zhvendosir dhe të na largojnë nga këto troje. Ndaj, për të nxjerrë në dritë atë që ndër vite është heshtur, falenderojmë shoqatën se bashku me kryesinë e saj dhe kryetarin e saj që morën këtë iniciativë. Pra, si që përmend, vitet 1944, 1945 kanë qenë regjistruar vrasjen, mbytjen dhe zhdukjen e shumë shqiptarëve të këtyre trojeve. Së fundmi, ne ngelim me shpresë që këta të cilët janë në 3 grupe, unë do të kisha dajt, ata të cilët që u vranë në front, ata të cilët që u masakruan dhe u torturuan dhe u ekzekutuan, dhe ata të cilët që u helmuan. Me shpresë se ata kanë një gradë të veçantë tek Allahu Gjelleshanuhu, gradën e shahidit. Allahu i pranoft në mesin e shahidëve, ja Rabbel Alamin, të dëshmorëve. Prandaj të nderuar, më lejoni që edhe një herë me disa citate nga Kurani që përkujtoj. Pasi që këtu është shënu viti 1944 dhe 1945. Dihet do me thonë vdekja e tyre që u vranë, që u torturuan dhe që u helmuan. Por nuk shënohet kërkund se ku janë varrosur. Pasi që dim se ata janë të groposur në varr masiv, dysa të helmuar në Dubrovnik e të tjerit në front. Po gjithë kjo ka qenur pasi ata nuk ishin ndonjë faj, po ishin njerëz të cilët që e mbrojtën nderin e tyre, e mbrojtën vatanin e tyre dhe dhanë jetën për liri. Manifestimi vijoi në një atmosferë festive me interpretime të këngëve dhe valleve popullore, duke promovuar vlerat e trashëgimisë kulturore të zonës. Aktiviteti u përmbyll me drekën tradicionale, e cila mblodhi qindra pjesëmarrës në frymën e bashkimit, solidaritetit dhe krenarisë për vendlinjen.